Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka komentuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për politikën ndaj Ballkanit Perëndimor, duke deklaruar se Serbia do të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara, por nuk do të heqë dorë nga qëndrimet e saj lidhur me Rusinë dhe Kosovën. Duke folur për gazetarët gjatë vizitës së tij në Kinë, Vučić tha se autoritetet serbe e kanë marrë në dieni raportin e Departamentit të Shtetit dhe do të vazhdojnë bashkëpunimin me Washingtonin. Ne respektojmë atë që bën Departamenti i Shtetit. E kemi marrë në dieni raportin dhe do të bashkëpunojmë me amerikanët, por nuk do të heqim dorë nga pozicionet tona, të paktën jo aq lehtë sa imagjinojnë disa, deklaroi Vučić. Ai kritikoi gjithashtu kundërshtarët politik në Serbi, duke thënë se shteti nuk ka nevojë për njerëz të dëgjueshëm që marrin urdhra me email dhe punojnë kundër vendit të tyre. Në raportin e publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit thuhet se Shtetet e Bashkuara po largohen nga politika e ndërtimit të shteteve dhe ndërhyrjes në Ballkanin Perëndimor, duke u fokusuar më shumë në partneritete të ndërsjellta dhe stabilitet rajonal. Raporti thekson se rajoni mbetet me rëndësi të drejtë për drejtë në interesat ekonomike dhe të sigurisë së Ballkanit, ndërsa prioritet kryesor përfshin stabilitetin rajonal, luftën kundër ndikimit të rusë dhe kinez, bashkëpunimin ekonomik, investimet në energji dhe infrastrukturë, si dhe luftën kundër krimit organizuar. Epoka e ndërtimit të shteteve në udhëheqjen amerikane ka përfunduar. Politika amerikane në Ballkanin Perëndimor nuk synon shpëtimin apo rindërtimin, por stabilitetin dhe partneritetin me përfitime të ndërsjellta, thuhet në raport. Në dokument përmenden 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Mali Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, me të cilat Shtetet e Bashkuara thotë se kanë ndërtuar marrëdhënie të forta dhe pozitive. Vučić deklaroi se Serbia prej 5 vitesh nuk ka hapur asnjë klasters në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të politikës së saj ndaj Rusisë dhe mos pranimit të pavarësisë së Kosovës. Ai tha se gjatë takimit me presidentin kinez ka diskutuar dhe çështjen e Kosovës dhe ka marrë mbështetje të fortë nga Kina për ruajtjen e integritetit territorial të Serbisë. Kina mbështet Kosovën si pjesë të Serbisë, tha Vučić. Presidenti serb paralajmëroi gjithashtu se pret kritika nga liderët evropian gjatë samitit BE Ballkan Perëndimor që do të mbahet me 5 qershor në Tivar. Jam mësuar me këto presione. Për mua më i rëndësishëm është interesi i Serbisë se sa presioni që vjen nga jashtë, deklaroi Vučić, ndërsa ironizoi dhe kritikat për vizitën e tij në Kinë, duke thënë se liderët të shumë vendeve perëndimore vizitojnë Pekinin, por Serbia kritikohet për të njëjtën gjë.